Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë këtë herë një mesazh të dhimbshëm. Pra jush do të sjell një letër të shkruar në ditarin e Mimoza Ahmetit që menjëherë pas hyrjes në fermën VIP dhe personazhi i Mimozës që tërhoqi audiencën, që tërhoqi dashurinë e publikut, ka marrë një popularitet të madh, ka marrë një popularitet të gjerë. Unë letrën e kam siguruar nga ca miq të Mimozës, ku ajo ka shprehur ndjesitë edhe emocionet e saj. Shkrimi fillon kështu: Unë jam Mimoza dhe shpesh më duket sikur jeta ime nuk është në një rrugë, por një shteg i ashpër me gur të mpret, ku çdo hap të lëndon, por prap nuk dalon dot së ecuri. Varfëria nuk është thjesht një mungesë parash. Ajo është një heshtje e rëndë në mëngjes. Kur zgjohem dhe mendoj si ta mbush ditën me punë, si do të siguroj bukën e darkës, si do të mbijetoj edhe një herë. Është ajo ndjenja që të ndjek pasi si një hije që nuk të lë vetëm kurrë. Kam bërë çdo punë që më ka dalë përpara. Nuk dua të hyj tek detajet, por edhe tek shkallët që nuk mbaronin. Kam larë edhe në kuzhinë, kur në atë kohë askush nuk më pyeste se si quhem. Kam mbajtur në duar punë të rënda që më kanë çarrë lëkurën dhe më kanë lodhur shpirtin. Kam punuar edhe kur trupi më kërkonte që të ndalesha sepse nuk kisha luksin që të dorëzohesha. Ka ditë kur lodhja më bie mbi supe si një mal, e ka net kur shtrihem dhe syt nuk më mbyllen, sepse mendimet më rëndojnë më shumë se çdo punë fizike. Mendoj për të ardhmen, mendoj për ditët që vinë, për frikën se mos një ditë nuk do të kem më forcën që të luftoj. Por prap çdo mëngjes zgjohem, jo sepse jam e fortë, por sepse nuk kam zgjidhje tjetër, sepse brenda meje ka një zë që më thotë: edhe sot duhet të vazhdosh. Dhe unë e dëgjoj atë zë, edhe kur gjithçka tjetër më thotë që duhet të dorëzohem. Kam mësuar të jetoj më pak, kam mësuar të gjej gëzimin në gjëra të vogla, në një kafe të ngrohtë, në një reze dielli, në një fjalë të mirë nga dikush që më shes si njeri dhe jo si dikë që thjesht punon. Këto janë pasuritë e mia. Njerëzit shpesh nuk e kuptojnë sa e rëndë është të jetosh duke luftuar çdo ditë për mbijetesë. Ata shohin vetëm rezultatin, por jo plagët që mbart brenda. Nuk shohin netët pa gjumë, as lotët që fshihen në heshtje. Unë nuk kam pasur një rrugë të lehtë, nuk kam pasur dikë që të më hapte dyer. I kam hapur vetë, me duar të lodhura dhe me zemër që shpesh kam dashur të pushoj. Por edhe në këtë dhimbje kam gjetur një lloj krenarie, sepse çdo gjë që kam arritur, sado e vogël të duket, është e imja. Është fryt i mundit tim, i sakrificave të mia, i netëve kur kam menduar të heq dorë dhe nuk e kam bërë. Unë jam ende këtu, dhe ndoshta kjo është fitoria ime më e madhe, sepse edhe pse jeta më ka provuar në çdo mënyrë, unë nuk jam thyrë plotësisht. Kam ende një dritë brenda meje që nuk shuhet, një shpresë e vogël, e prisht por kokfort. Dhe për sa kohë ajo dritë ekziston, unë do të vazhdoj. Në fakt, këto ishin fjalët e ndjera nga Mimoza Ahmeti, e cila brenda fermës po na tregon këtë vështirësinë e jetës dhe siç duket lidhet qartë me atë që është duke thënë aty brenda. Unë uroj me zemër që të jetë fituese e këtij reality show, vetë na falën atë dashurinë që ne duam ta marrim nga Mimoza.